Përshëndetje miqtë e emisionit tonë. Sot do të shpjegojmë pse formohen hemoroidet, çfarë pasojash mund sjellin ato në organizëm dhe si mundet ne t'i shmangim, t'i mjekojmë me mënyrat alternative, tradicionale ose të kohëve të sotshme moderne, por pa ndikuar me mjete prerëse, bisturi ose diçka tjetër. Ne vëmë re që jeta sedentare e njerëzve po shkon drejt rritjes së saj, që do të thotë njerëzit qëndrojnë ulur, janë në punë të rehatshme, qëndrojnë gjatë në karrige, plus këtyre faktorë të tjerë që përshpejtojnë formimin e hemoroideve janë ushqimet e thata ose ato ushqimet të çastit që njerëzit i marrin në rrugë dhe hanë si të thuash duke ecur, njëkohësisht marrja e pakët e sasive të ujit, përdorimi i sa më pak frutave që kanë kalium, siç është kumbulla, siç është kivi për shembull, siç janë kajsit e disa të tjera, dhe jeta sedentare jo vetëm në punë, por edhe në shtëpi, qëndrimi shtrirë në krevat, shtrirë në koltuk e kështu me radhë. Jo pak ndikojnë në formimin e hemoroideve edhe qëndrimi i gjatë në tualet. E ky qëndrim pingull në tualet për një kohë të gjatë nuk bën asgjë të mirë, veç se rrit presionin e gjakut në pjesën e anusit, këto vena fillojnë të zgjerohen dhe pak e nga pak, pa e ditur, ne fillojmë që t'ju shërbejmë formimit të hemoroideve në fund të zorës së trash. Ndikojnë më së shumti sëmundjet infektive të mëlçisë. Fryrja e këtyre venave detyrimisht do të më japi edhe një mosqarkullim të mirë të gjakut në pjesën e anusit. Njëkohësisht ndikon për keq mosha, ndikojnë për keq medikamentet e shumta farmaceutike, ndikon për keq edhe mos dëgjimi i shqetësimeve të trupit tonë. Pra, nëse organizmi ne po na jep sinjale që kemi një konstipacion, një kapslik të shtuar, kemi një diare të shtuar, ne duhet ta dëgjojmë patjetër zorën e trash. Ajo ka filluar që të ketë çrregullimet fillestare të saj. Dhe nëse ne i lëm, ato do të trashen dhe do të kemi patjetër variqe në pjesën fundore të zorës të trash, ose tek sigma ose tek anusi. Këto janë disa prej shkaktarëve dhe le të vemi tek mënyra se si ne duhet i trajtojmë këto në kushte shtëpie, kur hemoroidet shkaktohen nga një çrregullim i tretjes i shoqëruar me diare të shumta, që do të thotë ne kemi prishur dashur pa dashur florën bakteriale në zorë. Atëhere, si mund të veprojmë? Së pari që rregullon shumë mirë funksionimin e zorës së trash është, le të themi, një ftuaj pjekur ose një mollë pjekur dhe këto të lyera pak me mjalt dhe të pluhurosura me rigon. Kjo është që ne sa të fillojmë të përmirësojmë mirë funksionimin e zorës dhe të shtojmë florën e mirë bakteriale në zorë. Cili do të ishte çaji më i përshtatshëm për këtë lloj diagnoze? Në 2 litra e gjysmë ujë shtojmë një pako çaj kolimer. Pra kemi 4 paketa, marrim njërën prej tyre. Shtojmë 3 lugë gjelle çaj antimykotik. Pra, nga çaj kandimer, marrim 3 lugë gjelle, i hedhim në tenxhere dhe të filloj ajo të vloj afërsisht 2 minuta. E lëm të ftohet çaji së bashku me bimën, e kullojmë dhe çajin tashmë do ta ruajmë në frigorifer. Pasi ky pasurohet me shumë mikroelement që po ta lëm të hapur, po ta lëm kështu në një ambient në temperaturën e dhomës, mund të na zhvillojnë bakterie të këqija në të dhe ne i gëlltisim edhe mikroelementet kurativ, po edhe bakteriet e këqija. Dhe nga çaji që ne kemi ruajtur në frigorifer, çdo vakt para buke do të pim nga një gotë çaj të ëmbëlsuar pak me mjalt. Pasi edhe ato enzimat e mjaltit na ndihmojnë më së miri në rregullimin e florës së mirë bakteriale në zorë. Së dyti, do të përdorim ose nga një kokër glikoare ose një lugë supe me shurupin e arrës. Kjo është mirë të përdoret
pasi taninet që ka ai fruti i papjekur i arrës, i njomi, jodi që ka, na ndihmojnë më së miri në mbylljen e plagëve dhe në mirë funksionimin e zorrës së trashë. Kjo mund të merret 1 kokër në ditë dhe 2 lugë ose 2 lugë supe, 1 në mëngjes dhe 1 në mbrëmje. Flasim për një çrregullim, për një diare të shtuar. Konsumojmë dhe 1 ftua të pjekur, për shembull ditën e parë, dhe ndoshta ditën e dytë 1 mol të pjekur. Këto i pjekim, i lëm të ftohen dhe mandej i presim në feta të holla, i lyejmë me mjaltë dhe pluhuros me rigon dhe konsumojmë pak e nga pak këtë frutin e pjekur. Kjo jo vetëm që ka tanine, por përmban ftoj më shumë pektin se çdo frut tjetër, e cila ka veti të kurse, lidhse dhe lidh feçen dhe nuk i lë zorrët që të bëjnë, si thuash, ato protestat e tyre, pra të kërcasin ose të kenë ato kataret në zorë. Pas kësaj, nëse kemi dhimbje pas defekimit që mund të na zgjasi me orë të tëra, atëherë e shkurtojmë këtë dhimbje, pasi në pjesën fundore, sidomos të sigmës, ajo dalja e shpesht dhe heraherës edhe me bakterie të shtuara, ndoshta edhe me Escherichia coli, bën që pjesa fundore e anusit të skuqet dhe të japi dhimbje. Për të duruar dhimbjet nuk keni pse, sepse mund të bëjmë një veprim fare të thjeshtë. Marrim 1 kokër qepe, e pjekim në furrën e sobës, kështu siç është, në 100 ose 110 gradë Celsius. Pasi u poq, e qërojmë që të arrijmë tek pjesa e shëndetshme e saj, heqim këto cipat e verdha dhe ndërkohë që neve e kemi pastruar qepën, atëherë që kemi dalë te kjo pjesa e zbardhur e saj, e godas dhe e bëj si brumë. E vendosim mbi një farsolet dhe qepën e ngrohtë me një temperaturë 40-42 gradë që e pëlqen shumë mirë trupi, e ngjisim mbi hemoroiden. Do të vëmë re se brenda 2-3 minutash janë qetësuar dhimbjet plotësisht. Është mirë që qepën ta mbajmë për një kohë të gjatë, nëse ju toleron koha, edhe 1 orë, pasi kjo mbledh shumë mirë, tërheq nga zorra edhe toksina të ndryshme, ndoshta edhe parazit. Bëhet mirë një shplarje aty dhe vendoset mbi të pastaj kremi i hemoroideve. Është jo vetëm një zbutës i mrekullueshëm, por le të themi rigjenerues dhe përmirësues i qarkullimit të gjakut. Kremin e hemoroideve mund të marrim sa një gjysmë kokër lajthie dhe e vendosim 2 herë në ditë, 1 herë në mëngjes, 1 herë në mbrëmje. Gjithmonë pas shplarjes me ujë të ftohtë. Po nëse trajtimin e vazhdojmë, por hemoroidet janë shqetësuese, nuk po ulen, atëherë si mund të veprojmë praktikisht? Marrim 1 gjysmë gote ujë, hedhim në të rigon 2 lugë gjelle dhe e zijim 3-4 minuta. Në fund, pasi ftohet çaji, e kullojmë rigonin në kallëpet e akullit dhe përgatisim e të nga këto kubet e akullit. Marrim nga këto kubet e akullit, 1 nga 1 i vendosim në një farsolet dhe këtë e ngjisim drejt për së drejti tek hemoroidet. Dhimbja tek kubi i parë do të jenë të forta në pjesën e anusit. Gati sikur do të shkojë dhimbja në kokë. Kur të vendosim kubin e dytë, dhimbja do të jetë më e pakët, i treti, i katërti, i pesti, ajo dhimbja vjen duke u shuar dhe ne do të vëmë re se mbas 4-5 kubave të vendosura në zonën e anusit tek hemoroidet, ato hemoroidet sikur janë fyshkur dhe kanë humbur volumin e tyre gati 70%. Kubat e akullit mund të bëhen vetëm 1 ditë ose edhe një herë tjetër pas 4-5 ditësh dhe mandej këto nuk përdoren më. Çaji që neve përmendëm, kremi plus vaj i balsamit që hidhet në gjell, në sup ose pihet drejt për së drejti nga 1 lugë çaji në mëngjes dhe 1 në mbrëmje, të jeni të bindur që do të na i përmirësojnë më së miri qarkullimin e gjakut në pjesën e anusit. Po nëse hemoroidet janë krijuar nga kapslliku i fortë, nga një konstipacion i vazhdueshëm, si do të veprojmë? Hedhim në tenxhere 2 litra e gjysmë ujë. Hedhim 1 pako nga çaji kolimer. Janë 4, marrim 1.
Hedhim një lugë gjelle me druna kuq. Një lugë gjelle me druna kuq. Hedhim një lugë gjelle me finok. Atëhere, këto çfarë të mirash do të na bëjnë? Druna kuqi shton peristaltikën e zorës, shton florën e mirë bakteriale në zorë, por ky përmban antrakinone. Është një substancë kimike e cila mund të na bëjë dëm në organizëm. E si do ta bëjmë praktikisht këtë çaj? Ndryshe nga çaji i parë, që ne mund t'i hedhim bimët edhe kur është uji i ftohtë, në këtë rast hedhim këto bimët kur është uji i nxehtë. I lëm afërsisht 10 minuta në këtë ujin e nxehtë, pastaj vlojmë çajin 2 minuta. Të jeni të bindur që antrakinonet tashmë janë oksiduar dhe nuk janë më të dëmshme për trupin e njeriut. Atëhere, nga çaji ne pim 3 gota në ditë dhe vazhdojmë përsëri trajtimin e hemoroideve si në rastin e parë, por nuk do të na mungojë përdorimi i kremit të hemoroideve 2 herë në ditë, pasi është një zbutës dhe rigjenerues. Nuk duhet të na mungojë vaj bimor mix, pasi ky konstipacion mundet që të na jetë shoqëruar edhe nga prania e parazitëve, të cilët ata i irritojnë dhe prishin funksionimin e mirë të zorës së trash. Atëhere, përdorimi i këtyre produkteve, çaj 3 gota në ditë, 1 kokër glikoare në ditë, ose 1 deri në 2 lugë supe shurup are në ditë, përdorimi i kremit 2 herë në ditë, shtrirja e tij në kohë, të jeni të bindur që do të zgjidhi më së miri funksionimin e zorës së trash. Do të theksoja që në të dyja rastet, një ushqim me fibra të pasura dhe me omega 3, omega 6 të pasura, do të ishte konsumimi në mëngjes i muslit dhe 2 deri në 3 lugë gjelle, 1 gotë kos, në të mund të shtojmë edhe pak lëkur ose majat e rrënjve të shegës së egër, ajo shega e egër e bluar, e cila është e mrekullueshme në këto raste për të larguar fryrjet e zorëve dhe për të toksifikuar, për të helmuar gjithë parazitët që ne mund të kemi në trupin tonë. Edhe një moment theksojmë se panxhari i kuq ose rrepa e bardhë ju ndihmojnë më së miri në mirë funksionimin jo vetëm të zorës së trash, por edhe në mirë funksionimin e melçisë. Dhe një diçka tjetër, me panxharin e kuq, ju provoni këtë si një matës, si një indikator për të kuptuar a funksionon normalisht zora jo e trash apo jo. Po si praktikisht, për shembull, e zijim panxharin 4-5 minuta, presim 4-5 copa, bëjmë pak limon dhe vaj ulliri dhe i ham për shembull sot në drekë. Nëse theqja me ngjyrë të kuqe del nesër në mëngjes, atëhere zora juaj funksionon shumë mirë. Nëse ajo fillon që të dali ditën tjetër e kështu me radhë, atëhere ose kemi një zorë dembele, por kjo zora dembele duhet mendoni që mund të jetë bërë ose nga kequshqyerja ose nga prania e parazitëve në të. Dhe merren masat për këtë trajtim që unë sapo e përmenda më parë. Miru pafshim, miru dëgjofshim në emisionin e radhës.